Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin e muajit prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Dhe shohim energjinë që do na vi për këtë muaj. Këtë video mund të ndjekin dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e ujorit. Dhe shohim si do jetë java e parë. Në javën e parë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit. Për gjithë ata që kanë lidhje me këto shenja, ose ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të kësaj të javës së parë, por dhe të muajit, në lidhje me dashurinë, ju do jepni dhe do merrni me një person. Ndoshta do shkëmbeni mesazhe, do keni biseda me këtë person, ose SMS, por shoh që është një person pak i mbyllur. Edhe pse ka emocione, ky person tregohet pak i mbyllur në lidhje me ju. Ndërsa në lidhjet, në marrëdhëniet tuaja, ju do keni një lidhje me personin që keni në jetën tuaj, por gjithsesi shoh që ose ju do tregoni pak të mbyllur ndaj personit, ose personi mund të ndihet mund të jetë pak i mbyllur në lidhje me ju. Gjithsesi, do keni lajme të mira në fund të javës së tretë, ndoshta ju është fundjavë, do t'ja kaloni mirë, si në njofit, lidhjet ose marrëdhëniet, në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Ndërsa me punën tuaj, ju shoh që do merrni disa para, që në fillim të muajit, të javës së parë, por ndërkohë si do t'i merrni ashtu dhe do t'i jepni. Mund të jenë shpenzime që ju do keni gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj jave. Në një rast, në rastin tjetër, shoh që ju mund të ndihmoni dhe dikë, një nga fëmijët tuaj, ta mbështesni nga ana ekonomike, ose të investoni për fëmijët tuaj. Mund të investoni në shtëpinë tuaj, por mund të jeni duke ndihmuar edhe dikë që mund të jetë edhe në nevojë. Në mesin e javës, ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Ju shoh që do ndjeni shumë entuziazm, do keni dhe lajme të mira, por ndërkohë do mendoni përsëri për të investuar diku, ose për të hequr disa kursime për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër, ju mund të dëshironi në shtëpinë tuaj, te fëmijët tuaj. Në rastin tjetër, ju mund të jeni duke investuar në punën tuaj, në një biznes, në një projekt, në një bashkëpunim. Dhe do jetë në mesin e javës do ndjeni shumë mirë nga ana ekonomike, sepse shoh që keni një shumë të konsiderueshme, parash që do merrni, dhe gjithsesi në fund të javës ju do ndjeni shumë entuziazm, shumë të gëzuar, ndërkohë do mendoni ndoshta të shkoni diku dhe për të shpenzuar bashkë me familjen tuaj, me partnerin ose me partneren tuaj. Është një javë fantastike, gjithsesi, më tepër e shoh nga ana ekonomike, që ju do arrini të merrni edhe në fillim të muajit dhe në fillim të javës, por dhe në mesin e javës, disa para. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë, ju shoh që kemi të bëjmë përsëri me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit dhe energjinë e shenjës së Virgjëreshës. Ndërkohë, ju do jeni përsëri, ju shoh në familje shumë të lumtur, ju do bashkëpunoni edhe me partneren tuaj, ose për gjithë ata që janë në një njofje ose në një lidhje, do jetë një fillim jave ku ju do bashkëpunoni me këtë person. Do keni shumë diskutime në lidhje me një fillim të ri. Ju dëshironi të futeni në një njofje dhe ky person dëshiron ose ju dëshironi të keni diskutime me këtë person.
Shoh që ju keni bërë shumë durim për të futur në një njohje ose në një lidhje për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër ndoshta për të çuar lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet tuaja përpara. Ndërkohë ju shoh që ju do t'i trajtoni gjërat më pozitivisht në diskutimet që do keni. Për gjithë ata që janë në marrëdhënie në çift, ju mund të jeni duke menduar për blerjen e një shtëpie. Mund të jetë një zhvendosje, mund të jetë një shitje shtëpie, por ndërkohë mund të jetë edhe një investim brenda ambientit të shtëpisë. Dhe ju shoh mes diskutimesh, dëshironi të bëni një fillim të ri. Këtu kemi dhe hënën e re, por kemi edhe asin e shpatave, që tregon diskutime, fillime të reja, por që do marrin një zhvillim shumë të mirë. Ndoshta ju keni bërë durim në lidhje me disa situata, por ka ardhur momenti që ju t'i bëni këto fillime të reja. Mund të jetë fillim dokumentash për një pjesë tjetër dhe ju duhet t'jepni disa para. Për pjesën tjetër mund të jetë fillime në lidhje me trajnime, kurse të ndryshme që ju dëshironi të filloni gjatë kësaj periudhe, keni bërë shumë durim për ta bërë këtë gjë, ndoshta ju edhe jeni mërzitur pak, por ka ardhur momenti që ju ta realizoni këtë gjë, sepse shoh realizim në njohje që ju do futeni, një realizim në lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja në çift, por shoh realizim me punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe me investime të ndryshme që ju do bëni në javën e dytë. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së peshqve, energjinë e shenjës së demit dhe energjitë shenjave të zjarit, për gjithë ata që kanë lidhje me këto shenja. Nuk e di, por do ndiheni pak të sakrifikuar, do jeni duke analizuar emocionet tuaja në njohjet që ju do bëni gjatë këtij muaji, në lidhjet por dhe në marrëdhëniet tuaja. Ju shoh që keni pasion, ndërkohë do të dëgjoni shumë intuitën tuaj në lidhje me dashurinë, por ndërkohë do përballeni dhe me pengesa gjatë kësaj jave. Ju do përballeni me pengesa, por ju do t'ja dilni me sukses në çfarë do lloj situate që të jeni. Për një pjesë tjetër mund të keni lidhje dhe me dikë që ka probleme shëndetësore dhe ju dëshironi ta ndihmoni gjatë javës së tretë. Nuk e di, por do t'rregojeni shumë emocional në lidhje me një person, edhe pse do ketë disa pengesa aty, ju përsëri do t'ja dilni që ta ndihmoni këtë person. Ndërsa mund të jetë një person i familjes, mund të jetë një person i shoqërisë tuaj, gjithsesi ju do ndiheni, do jeni shumë emocional ndaj një situate. Për një pjesë tjetër, ju do jeni duke menduar rreth punës tuaj ose anës tuaj ekonomike. Ndoshta ju keni punuar shumë, jeni sakrifikuar në punë, por anën ekonomike shoh shumë mirë në fakt, mund të jeni sakrifikuar. Këtë mund ta merrni në situata të ndryshme, mund të jenë situata familjare, mund të jenë situata shoqërore ose situata të vendi punës. Ju do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar dhe do fusni besime të reja në lidhje me situata të ndryshme që keni, sepse ndjeni veten që jeni sakrifikuar diku, por personat e tjerë nuk sakrifikojnë për ju. Dhe aty ju do ndryshoni komplet mendim, por ndërkohë do dëgjoni dhe intuitën tuaj. Dhe do pranoni çdo gjë me përullësi dhe me mençuri gjatë javës së tretë me situata të ndryshme që do keni, sepse shoh që do përballeni me disa pengesa. Këto pengesa mund t'i merrni, ju thash, në situata të ndryshme, mund të jenë në çift, mund të jenë familjare, mund të jenë te vendi punës, por gjithsesi ju shoh që ju ja dilni. Është një javë përsëri shumë e mirë, edhe pse mund të ketë situata të tilla. Dhe shohim javën e katërt. Në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të tokës dhe të ajrit, po më tepër e demit, por dhe të ajrit, dhe energjitë shenjave të ujit. Në javën e katërt do keni oferta. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, mund të jetë një ofertë e re.
ju do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me këtë ofertë që do t'ju vi, ndërsa për pjesën tjetër mund të jetë dhe një person, për gjithë ata që janë në lidhje ose në njohje, është një person nga distanca. Mund të jetë në një distancë të shkurtër ose të gjatë, dhe ju do të dëshironi të riskoni me këtë person, me këtë ofertë që do t'ju vi. Ju thoni do ndjeni shumë entuziast, po vjen një person në jetën tuaj dhe ju dëshironi që të merrni iniciativa me këtë person dhe shoh që do keni shumë emocione. Ose mund të jetë edhe një person që është shumë emocional ndaj jush. Gjithsesi, është një person që do vi drejt jush dhe do t'ju dhurojë një kupë emocionale shumë të bukur, por ndërkohë është dikush që e ka menduar seriozisht këtë gjë. Në lidhje me lidhjet e marrëdhënieve tuaja, mund të jeni në udhtime, mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata që ju mund të bëni, dhe mund të jenë udhtime për qejf, për punë ose me familjen tuaj, por ndërkohë ju shoh që do ndjeni shumë entuziast në këto udhtime që do shkoni. Disa të tjerë mund të kenë udhtime përjashtë shtetit, udhtime nga një qytet në një qytetin tjetër, nga një vend në vendin tjetër. Por gjithsesi keni lajme të mira. Do shoh me lajme të mira që do jenë në punën tuaj, me partneritete të ndryshme që do keni, por edhe me bashkëpunime që do bëni. Gjithsesi, do të ndjeni shumë emocional në javën e 4, në fund të javës 4, jeni full emocione, por ndërkohë ju shoh edhe mund të jeni dhe shumë, do tregoni shumë dashamirës gjatë fundit të javës 4. Është një muaj fantastik, më tepër e shoh të fokusuar te ana tuaj ekonomike dhe e shoh shumë mirë anën ekonomike se ju do harrini të merrni disa para të krijoni një lloj stabiliteti ekonomik. Por të bëni dhe investime të ndryshme te fëmijët tuaj, në familjen tuaj, te njerëzit tuaj të dashur, ose edhe në punën tuaj, në partneritete e bashkëpunime të ndryshme, dhe është diçka që keni bërë durim për një kohë të gjatë. Edhe në lidhje me blerjet, mund të jetë blerja një shtëpie, ju keni duruar deri në këto momente dhe ka ardhur momenti që ta realizoni, sepse shoh shumë realizim. Lajme të mira, një çlirim shpirtëror në lidhje me situatat ekonomike, por edhe me situatën e blerjeve ose të shitjeve, dhe ju shoh thjesht në javën e 3 që do keni pak situata ku do ndjeni të sakrifikuar, do keni disa pengesa, por java e 4 është përsëri shumë e mirë. Dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin angjëjt në lidhje me dhe kemi numrin 5. Ëngjëlli me numrin 5 ju thotë duhet të ndryshoni metodë në lidhje me gjithçka. Këtu kemi 5-ën e monedhave, disa prej jush mund të ndjejnë mungesën e një personi shoh, ose një pjesë tjetër mund të ndjejnë dhe mungesë parash. Gjithsesi do jeni të mbështetur nga angjëjt, jo të gjithë mund të jenë në këto kushte. Ndërsa për një pjesë tjetër duhet keni kujdes me lodhjen fizike në një rast, ose në rastin tjetër ju shoh që mund të keni nevojë për një kontroll mjekësor. Gjithsesi duhet të ndryshoni metodë. Në qoftë se ju dëshironi, ju mungon një dashuri, atëherë ju mund të gjeni një person, të mundoheni të futeni në njohje sepse keni një oferta. Për pjesën tjetër, në qoftë se ju mungon një person që ju e keni pasur, atëherë është momenti që të ndryshoni metodë, taktik. Dhe të jeni më të organizuar edhe në lidhje me punën tuaj, por dhe me anën tuaj ekonomike. Por dhe në familjen tuaj ose me situata të ndryshme. Disa prej jush nuk e tham, por kanë të bëjnë edhe me fillim me dokumentash gjatë këtij muaji. Gjithsesi është mirë thotë të diskutoni. Në qoftë se ju ndjeni një mungesë, atëherë diskutoni me dikë, një mungesë në dashuri, një mungesë në punë ose një mungesë ekonomike, por dhe një problem shëndetësor. Është e mira që të organizoheni dhe të diskutoni edhe me miqtë tuaj ose edhe me persona të familjes tuaj. Ju do jeni të mbështetur nga angjëjt në çfarëdo lloj situate që ju t'jeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në video të radhës.